Si ta parandalojmë paragjykimin? Paragjykimi është një nga dukuritë më të vjetra dhe më të dëmshme të shoqërisë njerëzore. Ai lind kur gjykojmë një person, grup apo ide, pa njohuri të mjaftueshme, pa përvojë direkte dhe pa dëshirë për ta kuptuar tjetrin. Paragjykimi nuk është vetëm mendim i gabuar, ai shpesh shndrohet në padrejtësi, përjashtim, urrëtie dhe ndarje shoqërore. Në këtë dokumentar do të trajtojmë në mënyrë të thelluar se çfarë është paragjykimi, si lind, pse përhapet dhe më rëndësishmja si mund ta parandalojmë atë në jetën personale dhe shoqërore. Qëllimi i këtij shkrimi është të ndërgjegjësojë, të edukojë dhe të nxjisë reflektim, sepse lufta kundër paragjykimit nuk fillon te të tjerët, por brenda vetes sonë. Çfarë është paragjykimi? Paragjykimi është një qëndrim ose gjykim i formuar paraprakisht ndaj një personi ose grupi pa u bazuar në fakte reale. Ai shpesh mbështetet në stereotipe, ide të përgjithësuara që nuk pasqyrojnë realitetin individual. Paragjykimi mund të lidhet me fenë, racën, gjininë, kombësinë, statusin social, profesionin, pamjen fizike apo bindjet personale. Në thelb, paragjykimi lind nga frika e së panjohurës. Njeriu ka prirjen natyrore të kërkojë siguri dhe të klasifikojë botën rreth vetes. Kur mungon njohuria, mendja mbushet me supozime. Këto supozime, nëse nuk sfidohen, shndrohen në bindje të rrezikshme. Paragjykimi nuk është gjithmonë i zhurmshëm. Shpesh ai është i heshtur, i fshehur në mendime, fjalë apo sjellje të vogla të përditshme. Por edhe në këtë formë ai ndikon fuqishëm në marrëdhëniet njerëzore. Si formohet paragjykimi? Paragjykimi nuk lind brenda natës, ai formohet gradualisht përmes familjes dhe edukimit të hershëm. Fëmijët mësojnë duke imituar, nëse rriten në një ambient ku flitet me përçmim për të tjerët. Kur bëhet dallime dhe gjykime të padrejta, ata i përvetësojnë këto qëndrime si normale. Shoqërisë dhe rrethit shoqëror. Shokët, komuniteti dhe ambienti ku jetojmë kanë ndikim të madh. Mendimet kolektive shpesh pranohen pa u analizuar. Media dhe rrjetet sociale. Media ka fuqi të jashtëzakonshme në formimin e opinionit, ku ajo përçon imazhe të shtrembëruara ose narrative të njanshme. Paragjykimi ushqihet dhe përhapet më shpejt. Përvojave personale negative. Një përvojë e keqe me një individ shpesh përgjithësohet gabimisht te një grup i tërë. Ky është një nga burimet më të zakonshme të paragjykimit. Pasojat e paragjykimit. Paragjykimi nuk dëmton vetëm ata që janë objekti i tij, por edhe vetë shoqërinë. Ai krijon ndarje dhe konflikte. Shkatron besimin mes njerëzve, nxit urrëtie edhe dhunë, pengon bashkëjetesën dhe zhvillimin shoqëror, dëmton shëndetin mendor të individëve. Një shoqëri e mbushur me paragjykime është një shoqëri e dobët, sepse ajo humb vlerën e drejtësisë dhe të empatisë. Si ta parandalojmë paragjykimin tek vetja? Parandalimi i paragjykimit fillon me vetdijen personale, vetë reflektimi. Duhet pyesim veten pse mendoj kështu, a kam fakte apo vetëm supozime? Pranimi se edhe ne mund të kemi paragjykime është hapi i parë drejt ndryshimit, edukimi dhe leximi. Njohuria është armiku më i madh i paragjykimit. Sa më shumë të mësojmë për kultura, fe, histori dhe njerëz të ndryshëm, aq më pak frikë do të kemi nga ata. Kontakti drejt për drejt. Takimi dhe komunikimi me njerëz të ndryshëm nga ne e thyen murin e paragjykimit, kur njohim individin, stereotipi bie. Empatia. Të përpiqemi ta shohim botën nga këndvështrimi i tjetrit. Empatia e humanizon tjetrin dhe e shuan gjykimin e verbër. Roli i familjes dhe shkollës. Familja dhe shkolla janë dy shtyllat kryesore për parandalimin e paragjykimit. Fëmijët duhet të mësohen të respektojnë dallimet, duhet të inkurajohet mendimi kritik, jo bindja e verbër. Mësimi i vlerave si drejtësia, barazia dhe respekti është thelbësor. Një fëmijë i edukuar me këto parime rritet në një të rritur të ndërgjegjshëm. Media e përgjithshme dhe ndikimi i saj. Media duhet të jetë pjesë e zgjidhjes, jo e problemit. Ajo duhet të informojë me drejtësi dhe balancë, të shmangë gjuhët nxitëse dhe stereotipet, të promovojë histori pozitive bashkëjetese. Publiku nga ana tjetër duhet mësojë të mos besojë çdo gjë pa e verifikuar. Paragjykimi dhe përgjegjësia individuale. Çdo individ ka përgjegjësi. Heshtja përballë paragjykimit është formë e pranimit të tij. Kur shohim padrejtësi, duhet të reagojmë me urtësi, por edhe me guxim. Ndryshimi i madh fillon me hapa të vegjël, një fjalë drejt, një qëndrim i ndershëm, një veprim njerëzor.
Paragjykimi nuk është i pashmangshëm. Ai mund të parandalohet, të zbutet dhe zhduket, nëse ka vullnet, edukim dhe vetdije. Një shoqëri pa paragjykime nuk do të thotë shoqëri pa dallime, por shoqëri që i respekton dhe i vlerëson ato. Le të fillojmë nga vetja. Le të dëgjojmë më shumë dhe të gjykojmë më pak, sepse vetëm atëherë mund të ndërtojmë një botë më të drejtë, më paqësore dhe më njerëzore.